Në vitin 2019, Berfin Özek, një 18 vjeçare nga Hatay, u sulmua brutalisht nga ishi dashuri i saj Kazim Ozançeltik, i cili i hodhi acid sulfurik pasi thuhet se e kishte kërcënuar se askush tjetër nuk mund ta kishte. Sulmi i shkaktoi lëndime të rënda në fytyrë dhe humbjen e shikimit në njërin sy. Ai u dënua me 13 vjet e gjysmë burg dhe rasti të roqi vëmendje të madhe si një shembull i dhunës ekstreme, të nxitur nga obsesioni dhe kontrolli. Gjatë kohës që ishte në burg, ai i dërgoi letra emocionale ku shprehte pendim dhe dashuri. Me kalimin e kohës, Berfin vendosi të tërhiqte ankesën e saj. Pas lirimit të tij të parakohshëm në vitin 2021, ajo u martua me të, një vendim që tronditi shumë njerëz dhe nxiti debate të shumta. Kjo histori ngriti pyetje të vështira rreth lidhjeve të krijuara pas traumës, manipulimit emocional dhe mënyrës se si viktimat e abuzimit e përjetojnë dhe përpunojnë dhunën, veçanërisht kur ndjenjat, frika dhe presioni psikologjik ndërthuren thellësisht.